Vallëzoi me nikoqerët në Kenja. Madje u mundua që t'ja thot këngës në gjuhën e tyre. Por asnjë nga këto nuk i bën punë zonjës së parë të Serbisë, Tamara Vučić, për të stopuar njohjen e Kosovës. Pas 5 muaj nga kjo vizite serbes në shtetin afrikan, i erdhi njohja e Republikës së Re Evropiane. Kjo u konsiderua si akt armiqësor në Serbi. Për njohës të marrëdhënieve ndërkombëtare, angazhimi i shtetit serb nuk do të arrijë pengoj njohjet. Të kaluarën kemi pa që kanë tërheq ambasador ose kanë dërgu nota protesta diçka, po ajo përsëri nuk duhet më na shqetësu neve. Për neve është me rëndësi që ka ndodhur njohja, edhe është mirë pra që të shfrytëzohet si një momentum i ri, por me kërku njohje të reja. Në aspektin ndërkombëtar, që njohjet sipas tij nuk ekzistojnë dhe këto i takojnë propagandës. Bashkia ndërkombëtare asnjëherë nuk ka qenë në krah të Serbisë kundër Kosovës, përkundrazi. Prandaj edhe Kosova duhet me qenë e vetëdijshme që alati ka bashkinë ndërkombëtare, shumicën e anëtarëve të kësaj bashkie ndërkombëtare. Ky zyrtarizim Beogradi pretendon se minon stabilitetin rajonal dhe respektimin e rendit juridik ndërkombëtar, por ekspertët nuk shohin rrezik. Përpjekjes e saj për ta destabilizuar Kosovën nuk kanë të ndalur. Madje edhe marrëveshjen të cilat e kanë nënshkruar që asnjërat mos ta pengojnë në rrafshin ndërkombëtar, ajo nuk është duke zbatuar. Sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, Kenja është shteti 118 që njohu shtetin e Kosovës.